jo gjatë tjetër. Mirë. Temën e horoskopit edhe të kësajna kena mit pa e. Do e trajtojmë prapë. Mirë, mirë. Orë si flutur. Ike me telefonata, mu jarza pak. Alo? Përshëndetje. Përshëndetje ty zotrin, nga e telefonon? Nga fshati e Kuna Vitins. Më thuaj, t'lutem. Po pëlqen ky emision që keni zgjedhur këtë temë. Po? Po këtë parë kisha atë me shikus. Dorë zoti mos më përsërit kjo ma. Po thua me shkuesi, mos më përsërit ma? Se se në me vendos për rritën e vetë, po. Pse thua? Lutem. Po e para është që gjenia femërore në kohën e fundit ka filluar më pavarësu. Pavarësimin në kupton domethënë e para më shkollu, më punësu. Me bën një makinë, pse jo një banesë. Po. Atëre në të martesa. Jo me bën një jetë dhonshëm që e kam bërë për shembull përpara me sikurshmëri. Për shembull e kam dhënë si familjes të mirë, djala e bën as i bën, babën e ka burr. Edhe atë ka pas probleme të mëdha në një jetë të dhonshme. Besoj që tani të tjera është kjo me gjithë vetë, mas mirë. Po, faleminderit shumë për telefonatën. Kalani bukur. Gjithashtu, mirë, ishte të largohet me mësitni, shkuesi, e gjitha. E tha shumë mirë zotria, mu më pëlqej. Sado që unë jam gjithmonë pro që se mos ndodhë dhe kjo tjetra. Po, kur e shoh sot, fol pak për gjeneratat e reja, një farë forme, kjo veçër duke u largu. Zotria më e tha dhe sot ndodh prap me mësitni. Jo, ti mundesh me pyet për ta, sepse veç e nje, dhe mundesh me pyet për Agnesën, për Elin, mundesh me pyet në rreth. Po në fakt ti vetë e ke njoft. Të ka pëlqyer edhe pa marrë parasysh fjalët më të këqija me ndëgju. Ti e ke marrë ato që e ke dash, ty të ka pëlqyer, E ke pas atë kimin që po thonë këta tri, e ke atë energjinë me të. Nuk është interesuar me fjalët e tjerëve. Sado që ne pas një kohë diskutojmë pse ka thonë, çish ka thonë, te ka thonë, po prap është largu ajo. Për këtë arsye sot nuk ma